Zoe Kalaja, 8-6 Durrësi është bindja e demokratëve. Pse duhet të ndryshojë? 8-6 për Partinë Demokratike. Po, ndërkohë që zonja Sako zotohet për rezultat historik në Durrës në 11 maj, 9 mandate Partia Socialiste. Shiko, rezultatet historike të majtës, ta që i mendojnë, ose janë plane konkrete se si do të marrin votën për ta tjetër shumë të rast dhe për ta manipulu, se ajo që shikojnë në terren është totalisht dëshpëruese për Partinë Socialiste. T'ju them të vërtetën. Do thoni ju që ti s'do mash linjë tjetër. Jo, po ja u them sinqerisht, unë kam qenë 3 takime në diasporë, kam parë një dëshpërim të madh nga emigrantët. Në qarkun e Durrësit është një nga qarqet më të rëndësishme që janë regjistruar emigrantët. Unë kam biseduar me ta. Janë njerëz që kryesisht kanë ikur nga keq qeverisje, se nga opozita nuk mund t'ikësh. Pra ju mendoni që ata që kanë ikur nga Shqipëria, arsyen kryesore kanë pas keq qeverisje, do votojnë prapë për këtë? Unë besoj që jo. Prandaj unë nuk e di se si ka llogarit Partia Socialiste, vetëm në rast se këta kanë një devizë për të manipuluar zgjedhjet, kjo po. Por rast tjetër unë nuk di që këta mund marrin vota, sepse ju mbajt mend deklarata e Ramës që tha do ta bëj tha Shqipërinë si 97-ën, do marrë 100 mandate, siç thonte. E ka përsëritur edhe dje. Jo, e ka përsëritur edhe dje, po do nuk do dalë më shumë se 97. E ka thënë dhe dje. Atëherë unë mendoj që kjo nuk e pas kam ndjekur. Do shta llogarit të rinj. Jo, unë nuk e pas kam ndjekur deklarat, pash një tjetër që tha ne do marrim 71 mandate sikur votat përmbysen, apo jo? Por në rast se ky e pas ka thënë këtë dje, atëherë këtu nuk kemi të bëjmë deklarat, po kemi të bëjmë një projekt të Ramës për të kthyer këto zgjedhje si 97-ën. Se unë nuk e di, zgjedhje në 97-ën. Do shta llogarit të rinj. Po ç'do më thënë? Më shumë se Partia Demokratike. Për të rinjt që kanë hyrë në politikë, domethënë të forcave të reja. Koalicione të reja, po. Okej, ajo është tjetër gjë, por përsa i përket Partisë Demokratike si 97-ën, kjo s'ka lidhje fare me realitetin. Dhe këtë ja u them me përgjegjësi të plot. Ai sa e njohun votën, patjetër. Unë jam gjithë ditën në terren. Më thuaj pak, ke bërë llogari për votën tënde? Jo, nuk kam bërë llogari sepse unë jam një nga ata politikan jo klasik, jam atipik si politikan, e quaj veten që unë bëj një fushat me frymë më shumë se sa bëj llogaritje me votat. Unë shikoj që ka frymë dhe patjetër e falenderoj Zotin shumë që jam listë hapur, ta them me sinqeritet të gjë sepse duhet mas forcat e mia. Unë nuk jam çiban politik. Forcën edhe përballë kolegëve të tu demokrat apo jo? Patjetër, ajo është e gjithanshme, sepse në rast se ne nuk na votojnë njerëzit, unë kam një raport me të vërtetën dhe me politikën. Në rast se mua nuk më votojnë, unë mund të shkoj më me kërku votën atyre njerëzve. Unë jam njeri që kam hyrë primare. Unë kam dalë i pari në Bashkinë e Krujës. Sepse thonin fillim që Auloni s'ka lidhje me strukturat. Unë dole i pari, kam marrë 296 vota, në qarkun e Durrësit kam dali treti nga 39 kandidat. Zoti Kadiu në Kavaj doli i pari, për qarkun e Tiranës, por përsëri u la në listë hapur. Do të thënë ka patur një lloj pabesie në këtë rast apo jo? Nuk ka asnjë lloj problemi. Unë do mas forcat e mia, patjetër, por që kam mbështetje pa diskutim që kam, se dole i treti në primare, pra doli Cara i pari. Kjo mjaftoi për t'i treguar pastaj kryetarit se çfarë fuqi e ke? Patjetër. Patjetër, pa diskutim. Dhe në këtë rast i ftoj qytetarët që të më besojnë. Por strukturat janë ndryshe, qytetarët janë ndryshe. Po, ne kemi garë me qytetarët, me strukturat, ne normalisht që ata i respektojmë dhe i duam shumë, po ne duhet shkojmë për te strukturave. Në rast se nuk marrim vot në qytetarëve në këtë rast, ne s'kemi bërë asgjë, nuk mundet Rama vetëm me struktura. As Partia Socialiste nuk fiton vetëm me struktura. Ju çfarë vote e synoni? Në Kruj, në Fushkruj, me thënë të rinj, me qënë se jeni ri vetë në politikë dhe dini si t'i drejtoheni, gjyshërve që janë të moshuarit mes votuesve më besnik? Unë luftoj për çdo vot në qarkun e Durrësit dhe kam moral të lartë për të me luftuar çdo vot. Madje unë luftoj edhe për votën e Erion Velis, me që është banori i qarkut tonë, më i riu, i kërkoj votën nga kjo studio, sepse unë jam shembulli ndryshe nga Erion Velia në këtë rast, politikani siç ai do donte, i pa korruptum, njëri që nuk kam vjedh ndonjëherë, nuk kam punuar në administrat dhe kërkoj dhe votën e Veliajt, kërkoj votën e çdo njeriu tjetër, absolutisht. Ke Jurgis Çurben në Durrës. Po patjetër edhe ti Ke Lirbeqen. Po çfarë problemi ka? Pse mos më votojnë mua? Çfarë problemi? Unë jam njeri që vi nga terreni, jam një nga ata politikanë që vendos Shqipërinë para partisë, vetëm ndoshta për këtë mund mos më votojnë se ata vendosin partinë para Shqipërisë. E keni dëgjuar apo jo Taulan Ballën që tha, për ne tha është e rëndësishme partia, pastaj vjen Shqipëria. Ka deklaruar në Asamblenë e Partisë Socialiste. Unë jam totalisht kundër me këtë. Po ndoshta pas 10 vitesh në pushtet zoti Kalaja edhe ju po t'ishit? Më thon drejtën, no bofsha mos e gzofsha, po e them nga ajo zona andej. Kaq, ky është komenti. Ju urojmë suksese, ndoshta deri në 11 maj apo edhe post 11 maj do të kemi mundësi të ndajmë të tjera biseda bashkë. Faleminderit shumë për kohën sot edhe fushat të mbar. Faleminderit ju. Faleminderit.